Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit. Falënderojmë Zotin e Madh që na ka mundësu me emrit muajin më të mirë të vitit. Muaji më i mirë i vitit si thirret muaji i Ramazanit, muaji i Ramazanit. Dhe ju urojmë të gjithëve urime Ramazanit. Zoti inshallah na pranon të gjitha veprat e mira, agjërimin ton. Thoni amin, apo? Allahu ju rujtë, shumë bukur. Mirë, po e fillojmë si fillim me fjalën më të mirë, me fjalën e Zotit. Me na këndu dikush Kur'an. Kush ishte me na këndu? Hajde drin, bis ka dalë mos ngut, fillojmë me bismillah. Dada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. Cilat janë fjalët e para që ne duhet të mësojmë? Fjalët e para që duhet të mësojmë. Kush e din? Hajde ta shohim. Urdhna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shumë bukur. Cila është krijesa më e bukur në tokën e Zotit? E dini të gjitha pa? Hana, na trego. Është njeriu. Pra krijesa më e bukur është njeriu. Kush e krijoi gjithë botën? A dini? Urdhro dia. Botën e krijoi Allahu. Mirë. Gjithashtu kush din më na tregu lutjen për më na ndihmu Allahu? Urdhro dia. Rabi yasil ve la tuasil, Rabi temin bil hayr amin. Përkthimin e kësaj lutje si na tha diari, kush din më na than përkthimin e Rabbi Yasir? Në rrethuje urdhra Dino Dibra. O Zot, befesoj dhe mos e vështirëso. O Zot, përfundoje me temin. Amin. Kush e din për jush me na tregu si shqiptohet kelime i shahadetit? Të gjithë e dini mendoj, apo? Hajde të ndëgjojmë për Emin Vuković. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Mirë. Përkthimin e shahadetit, kush e din? Urdhro Emina Hajdari. Besoj dhe dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe besoj dëshmoj se Muhamedi është Rabi Allahu i dërguar i Tij. Kena dëshirë edhe njëherë dikush më na përsëri përkthimin e shahadetit, s'është më rëndësi mu ditë, do mos do kemi thënë. Kush po na thot edhe njëherë më na përkthy edhe njëherë? Urdhro Xhivat. Besoj dhe dëshmoj se vetëm Allahu është Zot dhe besoj dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është rob i Allahut dhe i dërguari i Tij. Kena dëshirë dikush tash më na këndu një ilahi. Hajde Ordnoni ju dy, apo? Sabah drek ikindi, akşam dhe yasi. Sabah drek ikindi, akşam dhe yasi. Kur ditën ti fillon, fal sabah e 4 rekat në drek mos haro. Pref Zotin adhuron, kur ditën ti fillon, fal sabah e 4 rekat në drek mos haro. Pref Zotin adhuron, pusho dhe qlodhu edhe argëtohu, Zotit luqu përsëri në ikindi. Pusho dhe
Rabi, salli Rabi, salli Rabi, para perëndimit ti mos harro, falet ti akshamin dhe mos u vono, para perëndimit ti mos harro, falet ti akshamin dhe mos u vono, pushon dhe qlodhu edhe argëtohu, Zotit luqu përsëri edhe në jasi. Pushon dhe qlodhu edhe argëtohu, Zotit luqu përsëri edhe në jasi. Salli Rabi, salli Rabi, salli Rabi, salli Rabi, salli Rabi, salli Rabi. Kush din për jush me ne të regu kushtet e imanit, kushtet e besimit? Nejra, ta shofim nejra. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Nejra ne i tha kushtet e imanit, për ne i tha arabisht, nuk i kemi kuptu. Kush din me ne i tha në shqip? Urdhro Sadete. Bismillahirrahmanirrahim. Unë besoj Allahun dhe meleketihi dhe libra e tij dhe dërguarit e tij dhe në ditën e gjykimit dhe që do e ndodhi në mira apo keq. Kur dëshirojmë me fillu me u me fal namazin, mos do duhet ta fillojmë me një sure. Ajo thirrë sura Subhaneke. Kush e din surën Subhaneke? Të ndëgjojmë Asia Zyberi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanake Allahu ve bihamdike ve tebareke smuke ve taale gjeduke ve la ilahe gajruke. Kemi një pyetje shumë të lehtë përsëri. Kur takohemi, si përshëndetemi, a dini të gjithë? Mirë, hajtë ta shohim për Elmes ta ndëgjojmë. Elma, kur takohemi, si përshëndesemi? Ne kur takohemi, përshëndesemi me Esselamu alaikum wa alaikum assalam, që do të thotë në përkthim paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi juaj. Shumë bukur. Kushtet e Islamit i dini të gjitha, pa? Mirë, ta ndëgjojmë prej Anisa Botit. Kedimi shahadetit, falja namazeve të caktuara, dhënia zakatit, agjerimi Ramazanit dhe kryerja haxhit. Mirë, dona tash një ilahi dikush për Ramazan me na këndu. Urna Alba Mustafa. Dielli lind na përshëndet, çdo ditë tokës i faljet, nuk janë ditët që kalojnë, jemi ne që çdo ditë shkojmë. Nëse s'mundesh me bë mirë, mos bën keq se ke vështirë, fjalë më të mira le t'i themi, se sot jemi nesër s'jemi. Muaji i mëshirës na fal çdo gjëna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj mistri, vizitoj mit vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. 4 librat, shpalljet, kush për jush din me nej të regu? Urdhra Hajrullah. Hajrullah Sanaka. 4 librat shpallërat e mëdhenj janë: Tevrati i shpallur Musait a.s., Zaburi i shpallur Davudit a.s., Injili i shpallur Isait a.s. dhe Kurani i shpallur Muhammedit a.s. Allahu ka dërguar shumë pejgamber të njerëzimi. Po cilët janë pejgamber më të zgjedhur? Kush e din? Feqeri Hasanaga, urdhra. Pejgamberët e zgjedhur janë Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhamedi. Kush e din me na than një surë të lehtë? Kul huvallahu ahad. Urdhra larta. Kul huvallahu
Allahu samad, lem yelid, lem yakul lahu kufuwan ahad. Muhamedi alayhi salam është pejgamberi i Zotit i dërguar i fundit, vull e të gjithë pejgamberëve, apo? Mirë. Kush e din për ju si e ka pas emrin baba i tij? Ja të shohim Vardon kas. Babai i pejgamberit Muhamedit alayhis salam e ka emrin Abdullah, ndërsa nëna Amina. Mirë, sa vite i ka zgjatur shpallja? Shpallja i ka zgjatur 23 vite. 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Shumë bukur. Në cilën mosh ka filluar shpallja dhe në cilën mosh ka kaluar në ahiret? Shpallja i ka filluar në moshën 40 vjeçare, Shumë bukur. ndërsa në ahiret ka kaluar në moshën 63 vjeçare. Eci, shumë bukur. Muaji i Ramazanit, muaji i Ramazanit, muaji i mëshirës, pranvera e zemrës, veprimi i së mirës. Muaji i Ramazanit, muaji i begative, leximi i Kuranit, falja të ravive. Muaji i Ramazanit, muaji i shpëtimit, adhurim te Allahut, muaji i shpërblimit. Muaji i Ramazanit, muaji i së vërtetës, falja e gjunaheve, përmirësimi i vetes. Hajde të ndëgjojmë për dikuj një surë përsëri të lehtë, inna a'tayna kal kauthar. Urdhë Reina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kauthar fasari rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shumë bukur. Reina Maniç. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma halaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Mirë. Hajde Dizara Fit. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbi nas, maliki nas, ilahi nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yusfisu suduri nas, min jannatin wan nas. Mirë. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imratuhu malatul hatab fi jidiha hablum min masad. Gjatë ditës falim 5 namaze. Ato janë sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe jacia. Përveç namazeve ditore falim edhe këto namaze: Xumaja, teravia, bajrami dhe xhenazja. Kush e din për jush më na than ettehiyatun. Urdhëro Lisi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kush mundet me na than salavatet tash? Urdhëro Tarin Salaj. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shumë bukur. Kush po na thot tash duan e lutis? Urdhëro Sihana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Shumë bukur. Gjithashtu dona edhe një lutje me na than dikush që Allahu më na mbrojt, që më na rujt. Ajo është Ajetul Kursia. Hajde kush po na thot? Erin Kurti, urdhëro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يحيط Udduhu hifdhuhuma حفظهما والعلي wa العظيم. huwa al-aliyyul azim. Shumë bukur. Hajde dona përsëri edhe një dua tjetër, një lutje tjetër kush po na thot. Amar Aliç. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiika wa nu'minu bika wa natubu ilayka wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka khayrul kulli wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nahlahu wa natruku man yabjuruka.
اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإياك نسأل ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Shumë bukur. Dona përsëri lutje tjetër. Kush po na thot? Urdhra djar çaush. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya المؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hajde një tash një surë pak më të gjatë i thije. Kush për jush për na thot surën Idha jaa nasrullahi wal fath. Urdhëroj Benjamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Shumë bukur. Rriulu. Kush po na thot tash një surë tjetër përsëri? Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Urdhro kan pulti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. E kemi edhe një surë tjetër. Wal adiyati dabha. Kush mundet me na thënë? Kjo është surë pak më vështirë, pak më gjatë. Urdhro Erina Tula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبحا والمجريات قدحا والمجريات صبحا والأثرنا به نقعا ووسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلمون إلا بثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Shumë bukur. Edhe një pyetje, se jemi afër fundit programit. Emrat e me lajqeve më të njohur, cilat janë, edhe cilat janë detyrat e tyre. Kush e din? Hajde Amera Beci. Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhamedi a.s. Amritu billahi, ve malaikiti, ve kutubihi, ve rasulihi, ve l-yemil ayiri, ve l-bil kadiri, ayiri, ve şerrih min Allah Teala. Shumë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina's siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta aleyhim. Ghayril maghdubi waladdallin. Amin. Për sot pra mbyllim programin edhe me një ilahit të fundit për Ramazan dikush për jush bukur me na recit. Urdhro Vardan. Muaj i bekuar Ramazani, kur agimi i zbardh me dritë të pastër, zemra ndriçohen me besim të lashtë. Muaj i shpresës, i mëshirës plot, Ramazani i shenjtë, bekim në botë. Agjerimi i sjell paqja e dritë, fjalët bëhen lutje në shpirt. Nga agimi gjerë në perëndim, durimi na bën zemrat flori. Çdo sofër hapet me dashuri, falënderim për secilin ushqim. Me zemër të pastër e shpirt të lirë, kërkojmë falje, mëshirë, mirësi.